A është gjuna me u fal me hajmali? Se një hoxh më ka thonë është e shkrume emri Zotit nuk janë gjuna kur gja. Ai hoxha mundet më konë dardaleca, ma hoxh jo. Hajmalijat janë shirk. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar shumë qartë këtë mesele. Kush mbështetet në hajmali ai o largu për mbështetjes Allahut, është largu rahmeti Zotit prej tij. Andaj kushdo që veç me shku te magjistari me thonë hajt ta këshyri për kuriozitet, çka po thot? Veç për kuriozitet, 40 ditë si pranohet namazi. Aman keni kujdes. Heka hajmalin, pendohet te Zoti, digja hajmali. Kur mos e përsërit më të njëjtin gabim. E këta xhallar, Allah i drejtoft.